Më shqetëson fakti se shumica e njerëzve janë të fokusuar më shumë tek paratë se tek pasuria e tyre më e madhe, që është edukimi. Këtë shprehje e kam marrë nga Robert Kiyosaki dhe librat e tij të mrekullueshëm Baba i pasur, Baba i varfër, Njëshi dhe Dyshi. Nëse nuk e keni lexuar, duhet t'i lexoni menjëherë. Këto libra i gjeni tek Rafti Magjik, por unë nuk do ndalem, do lexoj dhe disa urtësi të tjera nga ky autor sipërmarrës dhe investitor i madh. Shumë njerëz dështojnë të kuptojnë se në jetë nuk është e rëndësishme se sa para bën, por sa para mban. Ai që ka arin bën rregullat. Një njeri inteligjent punëson gjithmonë njerëz më inteligjent se vetë ai. Përqendrohuni që shpenzimet dhe pasivet të jenë të ulta. Sa më shumë para në kolonën e aktiveve, aq më shumë rritet kolona e aktiveve. Nëse frika është shumë e madhe, gjenialiteti shtypet. Shpesh, në botën reale, nuk është i mençuri ai që shkon përpara, por guximtari. Jemi në kohën e informacionit. Ai që ka informacionin më të fundit zotëron pasurinë. Aktivi më i fuqishëm është mendja jonë. Shanset e mira nuk shihen nga sytë tuaj, ato shihen nga mendja juaj. Njerëzit që shmangin dështimin, shmangin po ashtu suksesin. Investimi është çështje dijeje. Ajo që dini është pasuria juaj më e madhe. Ajo që nuk dini është rreziku juaj më i madh.